يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bëjmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Sonte inshallah do të flasim diçka lidhje me shenjat e mëdha të kiametit, të cilët janë të cekura në hadith me numër. Do të thonë numri kufizuar sa në të 10 të shenjat e mëdha të kiametit, pra para kiametit. E para prej tyre është Dejjalli, shfaqja e Dejjallit, pastaj zbritja e Isa alayhi salam, pastaj dalja e Ya'juj dhe Ma'juj, pastaj lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e një kafshës prej toke. E pastaj qëra ndodhi. Dejjalli është një krijesë e cila është në tokë, Është I lidhur nga me lajket e kanë lidhur, se ka bën dam dhe thotë se është prej Beni Israilve. Do thonë para pejgamberit alayhis salam ka ekzistuar dhe thotë se një sahabi prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam Temim ibn Aus e ka taku Dejjallin. Akon në anije me disa shokët të tij, edhe valët e detit e kanë quajtur njën herë ngjatë herë shmatë derisa e kanë nxjerrë si më thonë jashtë detit, edhe kur kanë hyrë në një vend atë thotë se ataku me Dejjallin. Edhe është një hadith I pejgamberit alayhis salam I gat tregon për atë ndodhien që Temimi, që sahabi pejgamberit alayhis salam para se të pranojë Islamin e ka taku Dejjallin. E pastaj pejgamberi alayhis salam kur një ditë që tregon shokët e tij, thotë aq që thash unë e vërteton edhe Temimi, pasi e ka pranuar Islamin në Medinë, a ka qenë krishter përpara dhe thotë aq që kam thonë juve, shokët e vet që thotë këtë e vërteton tash edhe ndodhia e Temimit që ka ndodhur me Dejjallin që e ka pa. Edhe Dejjalli I Temimit ja bën disa pyetje, a ka ndodhur kjo, a ka ndodhur kjo, a ka ndodhur ajo, a ka ndodhur kjo, derisa I thotë a shpall pejgamberi I fundit, te kjo arabët, a ka ardhur pejgamberi I fundit, I thot po, Temimi. Thotë më pas ka ardhur koha me dal. Do të thonë para 1400 vjet ka thonë Dejjalli, ka ardhur koha me dal, mu shfaq me dal prana për to. Ai do të pretendojë se është Zot dhe do të bëjë çuditëra për të I mashtruar njerëzit. As çuditëra të mëdha që ka me bën, njerëzit kanë mi besuar atij si Zot. Këtë e bën me lejen e Allahut, Allah jap këtë mundësi të I bëjnë disa çuditëra që njerëzit normal nuk mund t'i bëjnë. E për këtë disa dhe I besojnë. Do ta hecë krejt tokën, lindjen perëndim, përveç Mekës dhe Medinës jo. Në Mekën e Medinës nuk ka me hi, se tregon Dejjalli këtij të Temimit, këtij sahabijut, I tregon se kur shkojnë në Mekë dhe Medinë, në çdo hyrje të Mekës dhe Medinës është nga një melajke e cila e mbron Mekën dhe Medinën. Vetëm aty nuk ka me hi, domethënë krejt tokën ka me hez. E për këtë I thonë Mesihu Dejjal. Mesih, tash fjala Mesih ka shumë kuptime, dietarët e komentojnë, po një prej tyre është yasihu fil ard, domethënë ka me hez tokën. Disa thonë Mesih se ka një si të prishur, është me njësi. Disa ditë thotë sinë e gjatë, disa sinën e majt, e siri ti si është I prishur sikur koka e rrushit ku të prishet. Ashtu e ka një njësi. Tash gjatë nëse të majtë, varë prej haditheve transmetive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka me skret tokën përveç Mekë dhe Medinë nuk ka mi. Kjo është sprovë. Allah xhalesha ka mi sprovu njerëzit. Sprovë madhe, tham prom se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë prej krijimit të Ademit, e deri në ditën e gjykimit fatkeqësi më të madhe se Dejjalli nuk ka me pas. Pra sprovë më e madhe se Dejjalli nuk ka me pas ftirën e tokës. Pra gjitha këto sprova të mëdha që I kemi pa, që I kemi dëgjuar, që I kemi lexuar, nuk janë afër sprovës të Dejjallit si asgjë janë. Se ke një njeri, pra është njeri, Dejjalli është njeri.
trupin e madh e ka, domethënë ka me krejt tokën. Allah ka më dhënë këtë mundësi ta bëjë këtë, ti sprovon njerëzit. E disa prej tyre e besojnë Dejjalin si Zot. Thuaj po ti je Zoti jon, pse? Se kur e merr njeriu në ndan përgjis, një pjesë ja gjun me njëon, një pjesë me njëon, edhe prapë bashkoni thotë kthehu si ke qenë, kur ta shohin njerëzit këtë thonë, "Ke Zot kana." Edhe I besojnë disa. A besimtarët musliman, të cilët Allah xhaleshanu ja forcon zemrën në iman, në bindje ndaj Allahut, kur e ndan përgjis, edhe prapë e kthen, I thotë em Zoti jon, thotë Dejjal thotë me këtë vetëm shejtë ma forcu mu imanin. Dhe I të mbindë dhe ma shumë se ti je gënjeshtar, ti nuk je Zot. E pastaj thuhet se Dejjalli, thotë pejgamberi alayhis salam, Dejjalli ka një lum prej ujit, apo një lum e mirë, edhe një lum e ka prej zjarrit. E thotë pejgamberi alayhis salam besimtarës, ummetit të muslimanë ju thotë, kur ta shihni Dejjallin, mësijani atij lumi që pretendon ai se është zjarr. Se sipas Dejjallit, ata që nuk e besojnë Dejjallin, ishin në atë zjarrin, ata që e besojnë Dejjallin ishin në atë vendin ku ka pas lumturi kishte atë. E pejgamberi alayhis salam I thotë sahabëve dhe ummetit të tij, thotë, kur ta shihni Dejjallin, nëse e takoni, thotë mësijani atij ku thotë se është lumi, është zjarri, se për besimtarën është mirë atë. Edhe ka misfru, për shembull thotë qillës me ra shi, bën shi, bën shi, mos bën, mos bën. Tokës I thotë ban bereqet, ban, mos ban, mos ban. Dhe më thonë, sprove madhe, e për këtë thot pejgamberi alayhis salam sahabët e tij thot, nëse e takoni, lexojani përpara ti fillimin e surës Kahf. Është një surë në Kur'an, surët Kahf, e cila është mirë të lexohet ditën e xumë. Pejgamberi alayhis salam thot kush I mëson 10 ajete e para të surës e Kahf, Allah ka më mbrojtur nga sprova e Dejjallit. Në një transmetim tjetër thot 10 ajete e fundit të surës el Kahf, kush I mëson Allah e mbron nga Dejjalli, nga sprova e Dejjallit. Kjo surë Kahf, nëse lexojnë edhe shikojnë atë çka ka brenda, çka flet, për çka flet? Flet për 4 ndodhi. Flet, ndodhia e parë është për ashabul Kahf. Ata një grup të ri të cilët u larguan nga qyteti, nga fshati I tyre për ta shpëtuar imanin, besimin e tyre nga një mbret zullumqtar, I cili mbret çdo musliman që takoi ke mbytke. E këto një grup gjem të ri u larguan dhe u shkuan në një shpellë, banorët e shpellës. Edhe atë që ndrun 309 vjet në gjumë. Allah xhaleshanu thotë I zon gjumi, nun gjum ato, edhe 309 vjet kanë në gjumë. Edhe Zoti thon Kur'an pastaj na me fuqinë tonë I rrotullojmë, herë në onën e gjatë, herë në onën e majtë, dhe mos më prish trupi. Edhe është histori pak edhe e gat, e mas 309 vjet kur janë zgjuar prej gjumit, njëri prej tyre thotë pas me flet gati tan ditën, që të thotë jo na tani pjesë ditës. Që të thotë lënë këtë mohabet, hajde shkoj dikush më na sill diçka me hangër. Edhe shkon thotë boki kujdes mos shohim banorët e fshatit aty se lajmërojnë mbrejtën dhe na xhonin na mbisin. Ku shkon që hinat fshatin, para më pas 309 vjet çfarë dallimi I ma. Hinat shiturën për me bler diçka, kur jep parët, ai shitse shikon thotë këto parë thotë ku I ke mortë? Thotë pse? Thotë po janë më këto parë, ka parë tjera, thotë po pse? Thotë është janë kopin kuën mbrejtit filan. Thotë pse ku mbrejtit filan? Thotë moti ka vdekaj. Thotë kush janë tash? Thotë Allah xhaleshanu na ka zaventsuar me një mbret të drejtë, të sinqert, I devotshëm që I ka frikë Allahut asë. Edhe pastaj që djali ja tregon historinë se çka ka ndodhur, e thirrin mbreti bashkë me këtë djalin shkojnë te shpella, I takojnë edhe ato që banorët shpellës të tjerë djem, edhe çunë tregojnë historinë çka ka ndodhur edhe çati vdesin pastaj. E thon mbreti thon ndërtonë një xhami këtu si kujtim për këto se çfarë vepra të mëdha kanë bën. Kjo është historia e parë në surën Kahf. Historia ditë flet për dy vëllezër, të cilët njëri ku I pasi njëri I varfër. Domethënë kjo historia e parë Allah me çka I sproi këtë rinien në besim. Historia ditë Allah xhaleshanu I sprovon këtë dy vëllezër në çka pasuri. Njëri pasi njëri I varfër, që I varfër thotë të pasurit pse s'ja për Allah ndihmo për Allah, Allah ta ka dhënë këtë pasuri. Jep sikur që të ka dhënë Allah, thotë unë këto I kam prej meje, unë me aftësinë time, me mençurinë time, edhe një prej ditë Allah ja çon një zjarr, ja shkatron krejt pasurinë që e ka pas. E treta histori është historia e Dhulkarnenit. Dhulkarneni ka qenë thonë disa ka qenë pejgamber, disa thonë ka qenë evlia, njëri I mirë. Allah xhaleshanu sprovoi Dhulkarnenin me sundim. E ka sunduar tokën, ligjen perëndim. Edhe e ka udhëtuar për shembull udhëtimin e një muajve, e ka udhëtuar sa çelëm shelsin.
Ja ka dhënë këtë mundësi Allah subhanahu wa taala. Allah xhaleshano e sprovoi këtë në sundim, ama ishte njëri i devotshëm. Edhe ndodhia katërt është ndodhia Musa alayhis salam me Khidrin, apo të shqip që i thujnë Hizri. E ka Allah xhaleshano sprovoi Musa alayhis salam me çka, me dituri. Kur e pyetën Musa alayhis salam, a ka njëri më të ditur se ti në këtu? Musa thotë jo. Edhe nuk e tha këtë nga mendjemasia, por nuk njeh këtë dikë më të ditur. Atëherë Allah xhaleshano thotë, por robi jon Khidri. Edhe shkon Musa kërkon Khidrin, mëson për atij disa çështje mëson. E domethënë këto katër histori përmend në surën Al-Kahf. Allah i sprovoi të rritë me besim, grupën e dytë i sprovoi me pasuri, në tretën me sundim, të katërtën me çka, me dituri. Dejjalli, Allah xhaleshano ka misruar njerëzimin kur e Dejjall me këto katërta. Me besim, kur i thot dikuj, jam unë Zoti jot, disa e besojnë, disa nuk e besojnë. Në pasuri i thot tukës ban bereqet ban, mos ban, nuk ban. Ata që e ndjekin Dejjallin kanë me pas furnizim të madh, kanë me pas pasuri të madhe. Gjithat mi kanë me pas. Ata që nuk e besojnë Dejjallin kanë me pas varfëri apo uri të madhe. E ushqimi i tyre atë ditë ka me qenë e tasbih. Përmendja Allah dhikr të bën. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. E treta, ka misru njerëzit në çka, në sundim. Ka me hejt këtë tokën, thamë vish në Mekë Medinë s'ka min, kur ta shohin njerëzit po që kanë dikush, dhe e besojnë. E Allah xhaleshano sprovon njerëzit me sundimin e Dejjall që ka me pas. Edhe katërta ka misru Allah xhaleshano njerëzit në kohën e Dejjall me dituri. Çfarë diturie? Ai cili janë besimtar musliman e shen ballin e Dejjall shumë kafir. Pra jo besimtar. Edhe një si kjo është ai Dejjalli, për të cilin ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E me çdo katërta Allah xhaleshano ka misprovu njerëzit me kohën e Dejjallit, e këto katër ndodhi përmenden në surën Kahf, e për këtë thot pejgamberi alayhis salam, është mirë të lexojmë ditën e xumës surën Kahf, edhe thot kush i mëson dhe ta jetë e para ose edhe ta jetë e fundit, përmes Allah e mbron nga sprova e Dejjallit. Dejjalli ka me qëndruar në tokë 40 ditë. Thot pejgamberi alayhis salam, thot 40 ditë ka me nejtë në tokë. Thot pejgamberi alayhis salam, sahabët thot dita e parë ka me qenë sa një vjet. Dita e dytë sa një muaj. Dita e tretë sa një javë, thotë ditët e tjera si ditët e juve. Pra ditët shumë normale si janë. E sahabët radiallahu anhum, se na tash me këta ndëgjojnë këtë historinë dhe gjallë tash shkon menja, nëse ndodhemi si më bën qarën, çka me hangër, çka me pije, si me pshtue, atë i kemi galet e tjera. A sahabët e kishin një dert. Thanë, o pejgamberi Allah, e si kena më bën me namazin? Tash kuron një ditë e parë sa një vjet. Si kena më bën me namazin? Tash dita po zgat një ditë, një vjet, bash një vjet zgat, ha? Si vjetët e tona. Dita e ditë sa një muaj ton, e treta sa një javë. E thonë si kena më bën me namazin, se çer dita që janë normale, ditët e tjera, normal ditë, për shembull sabah, tash ditën mes çilës andreka, pastaj qenia, akşam yatsia, kjo thjesht. Po si kena më bën për ato ditë të tjera, 3 ditë e para. S'ka me pas kalendare, internet, që si kena më bën. Thot pejgamberi alayhis salam, thotë ju ja caktoni kohën. Dhe me thotë për afërsisht, që din tash në koha sabat, tash për afërsisht koha drekës duhet më konë, tash duhet më konë koha qinis, e akşam dhe yatsis. Thotë shno ju vetë adi, ja caktoni atë kohën për afërsisht, se kur mund me qenë koha e drekës e qinis e kështu me radhë. Këtë Dejjalli pasi t'i ban këto sprovam tek njerëzit, këtë zullon, këtë padrejti, tham, nuk është prej vetë ty tash në i fuqishëm, po Allah ja ka dhënë. Sa që dikuj thot për shembull, nëse ta ringjallë nanën apo gjishin që të ka vdek me vite më herët, a beson se jam Zoti jot? I thot dikush thot po, të besoj nëse ma ringjallë nanën. Tash në atë moment shfaqen e xhinët jetojnë kohë të gatë. 500 vjetë, 1000 vjetë jetojnë. Edhe një xhinja për xhinja di për shembull baba jot çfarë forme ka pas apo gjishi jot, apo nana jote, edhe formohet në pamjen, shfaqen në pamjen e babës apo nanës apo gjishit. Edhe flet me zonën e ati. E i thot, o Biriam, besoj se kja është Zoti, që mund ka ringjallë. Edhe shkon dikush më shtrot me këtë edhe e beson se është Zot. A besimtar musliman tha nuk beson, se ka bindje të fortë, i thot, ti je mashtrues, ti je Dejjalli, pra ti je kafir. Edhe këto ditë masi ti kalon Dejjalli shton shkurt, mos as gati duhet me folet për tjerë të kapak, e zbret në kohën e tij zbret kush? Isa alayhis salam. Zbret Isa alayhis salam,
diko afër, i thojnë në minarës së bardhë në linjët e Damaskut. Në linjët e Damaskut një minare e bardhë. Tash minarës shumë detaj shumë e interpretojnë apo e komentojnë këtë hadith, çka mund më ka minare xhami që i kemi në, disa thojnë ato shtillë që bojnë dritë për anijet. Kur i shohin anijet për larg ato dritë që sillen, ka me maj drejtimin, e ka mendime shumë, apo dikon në linjët e Damaskut e ka me zbrit Isa a.s. nga qielli. Edhe kur thirret namazi e zoni namaz sabahit, mbledhen xhamatin xhami drejt i falën shembull sunetin, kur boti kameti për me fal farzën e sabahit, një zonë nga jashtë thot po zbret Isa i biri Merjemas. E shohin njerëzit të zbrit duke u mbajtur në krahët e dy melekeve e të zbrit prej qiellës. Edhe Mehdi a.s. e prit, tash kur zbret Isa a.s. edhe hin xhami i thot Mehdi a.s. Isa a.s. thot urdhëro falë namaz, thot jo se i kameti apo për ti. Edhe këto tregohet edhe vlera e një pasardhësit apo të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri prej ummetit të Muhamedit alayhis salam, edhe këto tregon se Isa alayhis salam kur vjen ka me punu me shariatin e Muhamedit alayhis salam. Nuk vjen Isa si pejgamber. Në të kuptimin Allah e dërgon një pejgamber, por vjen ai vetëm as pejgamberi i Allahut, ama vjen dhe punon me shariatin e Muhamedit alayhis salam. Edhe lidhet mas Mehdit alayhis salam dhe falin këto namazën sabah. E në kohën e Isa alayhis salam toka ka mumush me drejtësi, kush e beson në Isa alayhis salam ka me besu, kush nuk e beson nuk ka më të rrugdali që thë vetëm Isa alayhis salam i lufton. Ose islamin ose s'ka tjetër. Edhe krejt toka ka mumush me islam. Kush e beson kthejt në islam, kush nuk e beson Isa ka me luftu. Edhe në tokë mbesin vetëm musliman. Në kohën e Isa alayhis salam toka ka me nxjerr krejt pasurinë. Çka ka pasurinë tokë në toksore, krejt nxjerr. Thot pejgamberi alayhis salam, sa që njeriu kur delte kujshia e vet të një varfër, e ka di se filon është i varfër, shkon te shtëpia time i dhon zekat ndonjë sadak, se pranon thot, shkon vin mo, këshire burrin tim, këshire kodrën time, këshire arën time, me diamant, me ari, me argjende, me se e ka qit toka krejt pasuria. S'ki kuj me dhon zekatin. S'ki kuj me dhon një sadak kohën e Isa alayhis salam. Pastaj Isa alayhis salam drejtohet shkon e viziton varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi alayhis salam ka me zbrit i biri Merjemës dhe ka mu drejtu, ka marrë udhëtimin për me ardhur me vizitu varrin tim, me vizitu pejgamberin alayhis salam. Edhe afër varrit pejgamberit alayhis salam është një vend i zbras që tash. Aty ka mu varros Isa. E thotë Isa alayhis salam ka mu jetu 40 vjet në tokë. Tash disa thonë 33 kur u ngrit në qiell, edhe 7 tjera ka mu jetu, bon 40, disa thonë 40 ka mu jetu. 40 tjera. Edhe kur të vijë koha vdes Isa alayhis salam, siç vdesin çdo krijesë, edhe varrost afër pejgamberit alayhis salam. Me një anë të varrit pejgamberit alayhis salam është Abu Bekri, pastaj Omeri, në anën tjetër të pejgamberit alayhis salam është vendi ku ka mu varros Isa alayhis salam. Pastaj masi të vdes Isa alayhis salam, filloi njerëzit, shejtani fillon të mashtron njerëz me gjunohe, me harame, me kësaj punë, me kufër, fillon pastaj kufri dhe shirku prap. Pastaj fillojnë të shtohen jo muslimanët të pakohen muslimanët. A më kohën e Isa alayhis salam dalën në disa një grup njerëzish, edhe ato janë njerëz prej bijve të Ademit, një Ya'juj dhe Ma'juj, të na i thonë Juj Ma'jujët. Ya'juj dhe Ma'juj, thonë përmendën në Kur'an, Ya'juj dhe Ma'juj. Këto Ya'juj dhe Ma'juj kanë qenë di fise, apo si më thonë di kabile. Në kohën e Dhulkarnejnit alayhis salam. E Dhulkarnejni alayhis salam kur e ka tokën ligjën perëndim kur mrin me një vend ku kanë jetuar këto Ya'juj dhe Ma'juj, ai populli që kanë qenë aty kanë thonë Dhulkarnejt e kanë pasur është i fuqishëm, me ka ushtrinë e fortë, i thonë apo na ndihmon kundër aktive Ya'juj dhe Ma'juj se shumë zullum po bojnë ato. Edhe atëherë Dhulkarnejni alayhis salam ju thotë më ndihmoni pra. Që marrni pend. Ato kanë jetuar me dikodrave. Edhe ja ka marrë, ja kanë ndërtuar një pend, në të cilën e ka shkrim plumbin e hekër, e ka forcuar mos e mujt me dal, ka kjo në hiç. Ato janë këto. Sot me ne janë këto. Thonë dietarë se ato janë 1000 herë më shumë se na. 1000 herë më shumë se na. Të gjithë janë kafira, s'ka musliman. Thonë një prej tyre nuk des pa i pa 1000 pasardhës vetet. Do të thonë aq shumë janë, do të thonë 1000 herë më shumë se na njerëzimi që jemi në kohën e atinve. Edhe ato prej asaj dite Ya'juj dhe Ma'juj mundon ta prishin atë pendin, ta çelin në birë aty për me dal. Por ditë prishin kur të mrin në fund, gati për me hap atë birën, bëhet nata, mbrëmja akşamit.
Thojnë pelojna, nesër e vazhdojna. Kur të vi nesër, ajo mshjel komplet. Pra kthejnë, ja fillojnë, punojnë, kur të bëhen mbrëmje, thojnë nesër e vazhdojna. Prej asaj dite, deri sot. Deri thot Allah xhaleshanu, kur të vijë dita ato për me dal, punojnë, kur të mrrin mbrëmje ka fundi, thojnë nesër insha Allah e vazhdojna. E përdojnë fjalën insha Allah. A për asaj kohë si shkon me një me thonë insha Allah. A ditë kur të vijë dita me dal, atëherë Zoti ja mundson aty me thon fjalën inshallah, e me të vërtetë nesër kur të vinë, ju ka mbajt vetëm e pjesa e cilën do dalin. Ato ku dalin këtë anë, kana, ato janë këtu, kam ku dalin ka ona jo këto me njerëzit, gjelbër të thotë çka ka e hajnë. Fshin. A që në Palestinë është një liqen, apo një lumë është aty, thonë hin e pin atu në tabaraja ka hinë, kur të hin me e pin atu në fshin kret, ai të fundit kur të vinë thonë që ato ka pas një ujë po. Andaj kanë fshin ato përpara. E çfarë janë shumë në numër, e thamë muslimanët, njerëzit s'kanë mundësi të luftojnë as Isa alayhis salam, s'ka mundësi të luftojë me muslimanët. Çka bën atëre hip në një kodër me muslimanët e Isa alayhis salam dhe fillon me bën lutjet e Allah subhanahu wa taala. Lutet bashkë me musliman, lutën, derisa Allah xhaleshan t'ja çon do insekte, xhuj dhe maxhuj, këto në rrojë të veshit ju hin, edhe vdesin prej asajna. Po mas të vdesin prej asajna, Allah xhaleshan dërgon disa shpes dhe i merr trupat e tyre edhe i gjujnë dikon në deti. Sa asë janë shumë, Isa alayhis salam nuk ka mundësi me zrit pastaj poshtë me muslimanët. E masi të i hekin trupat e tyre ata shpesët, mbetën në ajër e keqe. Pra minutë, me miliona, pa nësa janë, ha? Masit vdesin, çfarë ere ka me ardhë ati? Atër Allah xhaleshan e lëshon një shi se Isa alayhis salam me musliman nuk ka mundësi me zri për ajrës të keqe. Edhe Allah xhaleshan e lëshon një shi e pasron tokën prej ajrës të keqe, edhe kështon zhdukën ato xhuj dhe maxhuj. E pastaj thamë vdes Isa alayhis salam, masi vdes Isa alayhis salam, fillon shejtani prapë i mashtru njerëzit na për gjunohen, na për kufër, na për shirk, e kështu me radhë, edhe pastaj Allah xhaleshanu, mas Isa alayhis salam lind dilli nga perëndimi. Se dilli çdo ditë kur lind, edhe perëndon. Kur perëndon, kalon tek një derë i thonë babut taube, dera e pendimit. Thotë është 500 vjet e gjatë. Gjasëja sajna. Çdo ditë dilli kalon aty dhe shkon në lindje. Pra perëndon, kalon këtë dera, shkon në lindje, kështu me radhë. Dhe ku të vijë dita, ku të bëhet shenjë për shenjat kiametit të mëdha, ku shkon dillit ajo dera mbyll. Dhe për këtë pejgamberi alayhis salam shpejtoni, pendoni përderisa s'ka ndodhur disende, përderisa s'ka rrit fitin e shpirtin e fit, e përderisa s'ka lind dilli nga perëndimi. Se kur të lind dilli nga perëndimi, edhe kur të mrihet shpirtin e fit, nuk pranohet më pendimi. As Islami i një jo musliman nuk pranohet. Edhe nëse do dikush me pranu Islamin nuk ju pranohet. E kur të lind dilli nga perëndimi, njerëzit mëngjes, kur të vjen koha mëngjesit, quhen, prisë po lind dilli nga lindja s'ka, prisë s'ka, kur shohin nga perëndimi po kthej dilli. E atë ditë, më nuk pranohet pendimi. Në thuj sa thuj dikush o Zot fal më, o Zot më shëro, s'ka më pendim. Në thuj sa thuj dikush me pranoj Islamin tash nuk pranohet. E të njëjtën ditë, çat ditë, ndodhe një shenjë tjetër e madhe kiametit, del një kafsh prej toke. Dabbatul ardi. Ku dela prej toke, çdo njeriu të ka mi fol ajo. Ama bashti collin, çka ka njerëz të në tokës ka mi fol. Edhe ka mi thon, ti musliman, ti jo musliman, ti musliman, ti jo musliman. Si që thotë ashtu kanë me vdek më ata. Ati që thotë musliman ka me vdek musliman, ati që thotë jo musliman ka me vdek jo musliman. Kjo është dabbatul ard, është pra prej shenjat të mëdha të kiametit. Pastaj prej shenjat të mëdha të kiametit është tymi. الدخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون. Ka më shpërnda një tym i madh në tokë, saqë kafirët prej atij ajrit atij timit kanë mungulfat gati se me vdek. Ndërsa për musliman ka më qenë si ajër e mirë. Nuk ju pengon asgjë. Edhe ke tymi ka më mbet në tokë dikon 40 ditë. Mbas hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu narun takhruju min qari Aden, fatasuqu an-nas ila al-mahshar, al-Aden Medinat bil Yemen. Ka me dal një zjarr nga fundi i Aden. Aden është një qytet në Yemen. Ka me dal për Yemen një zjarr i cili ka me të bu njerëzit
por ku i thojnë për ditën e mahsherit, domethënë aty më ku të bëhet edhe kiameti. Edhe kanë menduar disa shembje të mëdha të tokës. Ku thojmë shembje të mëdha, jo sikur tash ka po ndodhin një kanalizim vallai shemb, çati edhe një dikera ra. Jo shembje të mëdha të tokës kanë më dha, domethënë çka ka ti për ai qytete, fshate, shtëpia, se këti përbin të poshtë. Ndodhi këto tre shembjet e mëdha. Edhe pastaj të gjitha këtymi, këto shembje të tokës, që zjarë këtë kanë menduar afër njëra me tjetrën. Domethënë Dejjalli, Isa alayhis salam, Yajuj dhe Majuj, pastaj lindja din nga perëndimi, kafsha prej tokës, këto zjarri që ka me dal, shembjet e tokës, këto të fund kanë menduar afër njëra me tjetrën. E mas të ndodhin këto, tash mes tyre ka dëshqera ndodhi kanë menduar, ama ato llogarit për shenjat mëdha të kiametit. Këto janë të dhëtë përmenden me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka për shenjë prej tyre, për shenjat që kanë menduar para kiametit, ngritja e Kuranit prej tokës. Si ka menduar ngritja e Kuranit prej tokës? Në domethënë se këto musafë që ai kemi na, ku çumë nuk i kemi na për shtëpia nëse jemi gjallë deri atëherë. Po kur çuhet besimtari mëngjes, kur ta çile Kuranin, s'ka asnjë shkruajnë Kur'an. Asnjë ajet, asnjë shkruaj, kur gjë, vetëm fleta të bardha. Quhet ai hafizi, nëse ka ndonjë hafiz, mundohet me lexuar kokën e tij s'ka Kur'an hiç. Quhet ai tjetër për shembull dikush që del Hamin el-Fatiha, dikush në Ikhlas, ndonjë sure, nuk din kur gjë. Vetëm një sen që e din musliman çat kohë, thonë vetëm një sen e din. Thonë ne kena një fjalë thoshin të parë la ilaha illallah, vetëm çka të di. Do thonë kur gjos kanë me di për islamin mo. Thonë vetëm fjalën la ilaha illallah, ju kujtohet partë atë që e kanë thënë. Pastaj ka menduar për shembull Mekke, Medinë, në Harem, Ka'bja, ku është xhamia pejgamberit alayhis salam, nuk ka me pas njerëz aty. Atë kanë me mora dvejnë këtë kafshë e egra. S'ka njerëz, ka me pas vetëm kafshë të egra. Ka prej shenja për shembull para kiametit thot pejgamberi alayhis salam, kafshët kanë më fol njerëzve. Çishin ato folna me zveti, kafshët kanë më fol me njerëzit. Thot sa që edhe rripi nollave ka mi fol njeriu. Rripi, ose na sot që limi patrikat e kundërt aty, ajo toja, çaja thot ka mi fol njeriu. Kjo për shenja të kiametit, para se të bën kiameti. Edhe në fund tash mos ta zgjat më shumë se na kujtuan edhe të tjera, po çto ishin më kryesorët, e mos se të mbesin vetëm kafirët në tokë. Muslimanë Allah xhaleshon e lëshon një erë, për të cilës erë kanë me vdek muslimanët, edhe mbesin vetëm kafirët. Kur mbesin vetëm kafirët, pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka më bon kiameti derisa në tokë nuk thot Allah, Allah, Allah. Thot kur vini kur në tokë nuk ka më thon Allah, thot atë bëhet më kiameti. Do të thotë që vetëm kafirët, atëherë Israfili alayhis salam i vën urdhën nga Allah dhe i frin surit, edhe atëherë shkatërrohet kjo gjësi. Ndahen dillet i hub drita, hanës i hub drita, ivi i hub drita, shtatë qiellat kanë munda për gjithë me ratë e poshtë, toka, malet kanë me fluturu, najr. Djetër shndrohen në zjarr. Toka që ka mrenda i nxjerr jashtë, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka të dridhet me dridhen e sajna, kur të jap urdhër Allah, jo kjo dridhja 0.7, 0.11, ditë këto, jo. E dridhme, do me thonë, shkatron gjithçka. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe toka kur të nxjerr ato rancitë e veta që ka pas mbi shpinën e vet. Gjithçka që ka mrenda i nxjerr jashtë. Se sot na jemi të jetuar mbi shpinën e tokës. Thuhet se në shpinën e tokës kjo është, kur të varrosim në barkun e tokës jemi. E ta shpinën e tokës kur të bojnë na gjuna tokës unë dëron na gjunojnë tonë. Po Allah xhaleshani ka dhënë urdhër tokës, ka thënë oj tokë, le të bëjnë çka të bëjnë ti dëroj. Deri kur të vjen dita, kur ta japun e urdhrin, atëherë ti ke më bën çka dosh. E atë ditë kur të vjen dita e kiametit, kur dridhet toka me dridhjen e vet, u akhrajatil ardu athqala, toka i nxjerr ato ranciet e veta që i ka, që janë bën gjunon mbi shpinën e saj, ka me çit këtë jashtë. U akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma laha, njeriu ka më thonë çka ndodhi me tokën. Atë si na mëson rahat me nejt, ose a bën një tërmet i vogël, dita sekonda anal, çka po ndodh tash me tokën se s'penal këtë dridhme. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Thot ajo është dita kur toka ka mi tregu lajmet e veta. Është dita kur toka ka mi tregu lajmet e veta.
bi anna rabbaka awha laha, sepse Allahu ja ka shpallë asaj atë ditë, ajo më me bën çka të doja. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Atë kur njerëzit kanë me dal grupe për mi pa punët e tyre. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush bën punë të mirë sa një grims, sa një atom me vogël, mirë kush bën, ka me pa atë ditë, ka me gjetë. Faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, edhe kush bën sa një grims e vogël, ka me gjetë atë ditë. Pra, atë ditë më shkatërroj gjësia, nuk ka jetë më përmi tokë, nuk ka më krijesa në këtë tokë, nuk ka më njeri apo do një kash, do një diçka që jeton, atë ditë mbet është ai përjeshmi Allahu i cili janë pa fillim dhe pa mbarim. Kur thotën Allah xhaleshan limanil mulku al-yawm, kujt i takon sot sundimi? Por kush përgjigjet? S'ka as me lajke, as njerëz, as e gjine, as kash, as shpes, as insekte, kur gjë s'ka jetë gjallë në këto. Atëherë Allah thot, lillahi l-wahid il-qahar. Sot i takon sundimi, si i ka taku gjithmonë, Allah të cili është një. I takon dhe gjithmonë ka mi taku sundimi, Allah subhanahu wa ta'ala. E pas taj, mas 40 vite thot, Allah xhaleshan e ringjall Israfilin, i frin surit për zdit Israfili, edhe dalin njerëz prej tokës, për këto kena fol. Për këtë shenjtë për ditën e Kiametit, si ka menduar ringjallja, llogaria, gjitha këto. Por kjo kështu ishin shkurtimisht dhe shenjat e mëdha të Kiametit. Nuk janë të lehta. Tash dikush na ka qef thotë u kam qef që jetojnë kohën e Mehdit alayhis salam, apo që thotë ka qef me jetun kohën e Isa alayhis salam. Para mendo, që ishte kohën e Isës me jetu, kanë iki shok, një pejgamber të Allahut e Isën. Me njën është mirë, ati më konë kohën e ti. Por më rrinë kohën e ti ka shumë sprova. Dëgjalli, si që të është kohën e dëgjallit, nuk ka shumë letë. Ashtë sprove madhe. Kër të ashisë në të da një përgjis, një pjesa gjë që dhe prapë e bashkon, të njerëzit sot me pak iman, me pak besim, ku po shohin çuditëra në televizor, apo dhe një magjistar që u bën, po dishojnë dhe po dalin prej fejes. Wow, shka bani ki. E para minut dëgjall me pa. Të bën se punë të çuditëra të mëdha me besim të dopt, problema është mi përballu asajna. Inshallah Allah subhanahu wa taala na i mëson të jetojmë musliman dhe të vdesim musliman. E lutem Allah subhanahu wa taala na ruan nga çdo sprovë, sidomos sprovën në fe. Se që sprova në pasurinë, shëndet, familje, këto vinë e shkojnë. Po inshallah Allah nuk na sprovon asnjëherë në fenë tonë, në besimin tonë. Se me sprovu në besim në fe, e me deviju, e me vdek ashton, ki humbër për gjithmonë, dënjo në akhirat. Inshallah Allah subhanahu wa taala në këtë ditë Ramazan, ditë e fundit, na shpëton nga zjarri i xhenemit, na i fal gabimin tona, na mëshiron, sepse gjatë Ramazan çdo natë Allah xhaleshanu fal me mija musliman, çdo natë Ramazanit, në iftar, do të thonë maskos iftarit, në fund Ramazan, ditën e fundit Ramazan, sa ka fal gjatë këtë Ramazanit, natën e fundit fal çaç. Inshallah jemi për atinve, edhe nuk kemi për atin për të cilë ka thonë pejgamberi alayhis salam, i mira i cili takon Ramazanin, e Ramazani nuk bën sebeb me ju fal atij gjunahet. Lutim Allah subhanahu wa taala të na mëshiron bëj tokë ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund lutim Allahun kur të dalim prej kësaj dënjoje të dalë duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.